Pra miq të dashur, çdo zbulim, qoftë i vogël apo i madh, ka për detyrë që të përmirësoj jetën tonë. Prandaj unë kam ftuar këtu me mua Adem Ahmetin, profesorin me të cilin do të flasim për botën e shpikjeve dhe inovacionit. Përshëndetje Adem. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, është kënaqësi të jem këtu me ju dhe me shikuesit tuaj. Edhe për mua është me të vërtet kënaqësi aq më tepër që ti gëzon edhe një profil paksa të rrallë dhe unë kam shumë interesim që të mësoj më shumë rreth kësaj. Ne përpara se të futemi në studio e diskutuam pak edhe fushën e mekatronikës dhe ti po më thoje që njerëzit kur të pyesin thonë që shumë mirë, po nuk është se kanë edhe aq shumë informacion. Si është e mundur kjo gjë që të thonë që është një degë mirë, po të mos kenë informacion? Po, është interesante se për shembull ato thonë çfarë degë ke studiu. Edhe i tregoj se mekatronik tha shumë mirë, di, cool. Shumë fort. Por e pyesë di çfarë është kjo, se di, ama shumë mirë duket. Që mekatronika është degë e inxhinierisë. Unë mendoj se është një ndër degët më kryesore pas mjekësisë. Mekatronika i ka krejt brenda të inxhinierisë, elektro, automatizimin e ka, robotikën e ka, gjithçka. Do të thonë është një mix brenda asaj që mund dalë një inxhinier full option, do të thonë nga gjithë anët kese një uri për pjesës saj. Është tepër interesante. Dhe ti si e përzgjodhe këtë drejtim? Marrë me fillesat e tua, e ke pasur me më dyshje, nga që tek ne nuk është se ka edhe shumë perspektiv, e ke pasur me më dyshje, apo e ke dashur gjithnjë dhe e ke zgjedhur pa më dyshje? Unë jam marrë me inxhinieri, kemi punu projekte edhe para se me filluar universitetin, prej shkollës mesme, po nuk e disha se ekziston si degë. Se kam ditë se ekziston si degë, prej shkollës mesme, pastaj disa informacione në erdhën, shok mos shoku duke pyet edhe kur thanë se ka edhe mekatronik këtu. Pastaj fillova të lumtej çfarë është mekatronika, çfarë përmban brenda, përderisa kish automatizim, domethënë ishte një proces që është bashkëkohor i ditëve sot. Është etapa e zhvillimit të industrial, e treta është kjo. Është automatizimi dhe kompjuteri. Domethënë është e kohës sotme që sot përdoren te ne. Patjetër që po. Unë përpara se të futemi në studio, madje të thash që nuk e kam ditur se ekziston si degë në Universitetin e Tetovës, më vjen keq që ta them këtë hapur, mirë po sinqerisht po e them që nuk e kam ditur, mbase nga që nuk ka shumë student, më fol për atë se sa është interesimi, pastaj do ta prekim pak edhe temën e gjinive. Kjo është temë, student nuk ka shumë, se është dega inxhinieri është. Edhe kuptohet se edhe shumica e njerëzve nuk e kanë ditë se universiteti jonë ka për shembull këto drejtime, për shembull të mekatronikës. Po numri studentëve ka filluar se është degë e rëndë, nuk është e lehtë. Ka filluar domethënë prej 20 studentë, ka pat edhe më shumë, ka pat edhe më pak, po duke u vrallu, shkaku se është si drejtim i rëndë është. Edhe është bashkëkohor dhe një numër i madh i njerëzve ende sot e kësaj dite nuk kanë njohuri se çfarë është mekatronika ose me çfarë përbëhet. Ose vetëm kur blej ndonjë pajisje duhet gjesh ndonjëri që ka ngry këtë drejtim edhe të ta rregullojë, se ndryshe nuk dim në tjerët. Unë me plot gojë tani do e them se ti e bërë shkak që unë ta di dhe si të them, e jep një imazh të mirë për këtë si degë, po më thuaj se sa vlerësohet realisht ky profesion në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Industritë ne nuk ka pjesës kësaj. Nuk kemi fabrika, po flas në atë pjesën andej ka mbanoj, se nga ana tjetër besoj që edhe ka, po nga ana pjesa jonë andej nuk ka fabrika të tilla, ku duhet të kese fabrika të tilla, duhet të kese evakuatorë të cilët zhvillohet automatizimi mrena, duhet të kese robota të cilët bëjnë punën monotone që duhet ta bëjnë njeri, po fatkeqësisht nuk ka endesën të tilla. Nuk ka shumë njohuri në pjesën e kësaj, nuk ka them njohuri, them interesim nuk ka shumë pjesën e kësaj të institucioneve. Unë e di që ti punon si profesor, po një person që mbaron mekatronikën, ku realisht mund të punësohet? Mund të punoj edhe si mësimdhënës. Po automatikisht punon edhe në për fabrika. Në më thënë, çdo repart të inxhinierisë mund të punoj. Thash për atë mekatronikë i përfshin shumë sende, përfshin elektronikën, elektroteknikën, matjet elektrike, përfshin riciklimin e pjesëve për mjedisin, për shembull kemi lëndë të cilat japen për mjedisin. Ka shumë lëndë brenda për prodhim, në prodhimtari ka, më thonë, kjo i përfshin të gjitha lënde, më thonë, të inxhinierisë, më thonë që ai që mbaron mekatronikën mund të kese qasje në çdo pjesën e kësaj. Po më e bukur është punojsh në laborator. Dhe a i kemi ne këto kushte në shkolla, apo në universitete këtu tek ne, ka kushte realisht? Kushte laboratorike nuk ka, po ma ato kushte që janë ne kemi mundu, ose jemi mundu të bëjmë projekte të tilla, që disa prej tyre që i kemi bënë në universitet, me thonë kemi arrit
sukses për tyre, po duhet ende më shumë. Për shembull, na duhet neve robota. Shif, e kam përmend edhe diçka, unë jap edhe mësime tek fëmijët. Ne bisedojmë, e bëjmë një orë të lirë, ose orën e parë se kemi bllokuar orën e parë, për shembull e bëjmë orë të lirë, bisedojnë se edhe kanë edhe si mëngjes, edhe pyesen ta çfarë mund bëjnë për njerëzit me nevoja të posaçme, për shembull ato që janë në karike. Po ata kanë duar mund televizin, po jo këmbët. A mund ne të bëjnë edhe 2 krah tjera? Prej karikeve mbrapa të çojna 2 krah tjera? Mundemi. Pse? Ajo komandohet nëpërmjet sistemit truri, sistemit nervor ose sistemit muskular dhe ato mund televizin automatikisht bëjnë 4 krah. Si me rimang. Më tha automatikisht prekëm 2 dorë, këndej edhe 2 dorë tjera mund ta mbaj ujin ose mund mbaj diçka tjetër, më thonë çfarë do. Janë sene interesante që edhe të fëmijët, më thonë, i bëjnë kureshtar. Dhe është qëllimi këtyre shpikeve që t'ua lehtësoj jetën në përditshmëri njerëzve? Padyshim, kjo është, për shembull, ajtë tash përmendim qelësat e veturës ose diçka tjetër. Për shembull, prej këtyre ne kemi bërë edhe mikrochipin. Tihim edhe pjesës saj se e kemi. Pse ne ti përdorim për shembull kartelat, pse ne të përdorim qelësat e shtëpisë dhe ose unë që parë po të thoja që e kam shumë të vështirë me kartelat, vazhdimisht i harroj dhe do kisha qenë njeriu i parë që do kisha vendosur që t'ja lehtësoj vetes këtë gjë. Deri sot keni dalë ju të parë që keni dhënë unë dhe e marr. Kjo mu s'm ka ndodhur ende sot, dikush thotë po unë do jesa i pari që do e marr. Më thon vetëm ju jeni sot. Përmjet asaj për shembull ne mund të japim derët e shtëpisë, banesës. Çfarë do lloj gjëje, domethënë ne mund të kontrollojna me mikroçip. S'na pengon, e vendojmë ku duam ne. Për shembull mund ta bëjmë edhe si vath. Mund ta bëjmë edhe si unas. Më thon çfarë na kujtohet neve në atë formë mund ta bëjmë ne. Po çfarë duam ne mund bëjmë atë. Ti the që unë mund të jem ndër të pakta që kam thënë po pse është gjithë ky skepticizëm në mes njerëzve? E kam frikë të panjohurën apo pse është ky skepticizëm? Nga ajo që ti ke biseduar me të tjerët dhe ke marrë. Unë mendoj se më thonë se nuk ka njohuri. Nuk ka njohuri tilla për mikrochipin derisa në çfarë faza ose çfarë gjëra mund bëjë ajo. Se për shembull ka edhe sende të tilla, një mikrochip nuk mund të kontrollojë. Ti mund të kontrollojë ku je, si location. Mund të kontrollojë ku je. Edhe kur ke shif ka edhe një sistem tjetër që bëhet me këtë. Jashta përdoret për shembull skanimi i çipit që e ke, do të thonë kur del automatikisht prej një marketi, do të thonë i ke paguaj krejt. S'ke nevojë për shembull të paguash te kasieri, s'ke nevojë për shembull të nxjerrësh kartelën diçka, i mbushën ato dhe kur del automatikisht është e paguajtur. Ajo ka të nxjerr prej valve, domethënë prej numrit sakt që e ke, domethënë çipit asaj. Edhe pjesa tjetër që është duke ndodhur, për shembull në Japoni është e karroca që mbushen me ushqime, automatikisht sa herë që i mbushish brenda ose çfarë vendosh, automatikisht ai njeh se këtë produkt e ke marr, ky produkt kushton aq dhe në fund e nxjerr automatikisht çmimin total. Në një të ardhme të afërt i sheh këto gjëra që të praktikohen edhe këtu tek ne. Unë do kisha dashur që ta besoj, po, mirë po, ti si një ekspert, si e sheh? Mendon që do të vi koha kur edhe tek ne mbase do të aplikohen gjëra të tilla? Do të vi, po jo tash. Jo tash. Do të vi, besoj që do të vi, po jo tash. Te ne ka ndodhur shumë gjëra në kohën e fundit. Janë larguar shumë tri prej vendit tonë. Është fatkeqësi kjo se janë larguar, po automatikisht nuk ka edhe shumë që mund punojmë drejtimin e kësaj. Nuk e di si do jetë, për atë nuk e di se tash nuk ndodhen, kjo dihet se tash nuk do ndodhe deri me një periudhë kohore, por pas kësaj ndoshta mund të ndodhe. Dhe një ndër këto të rinj je edhe ti që ke shumë potencial, je shumë kreativ me shpikjet e tua, po më thuaj se e sheh veten, e gjen veten këtu, ke dashur gjithmonë që të japësh kontributin tënd këtu, vlerësohet apo mbase e mendon ndonjëherë që edhe të largohesh në një vend ku do të vlerësohesh më shumë. E ke menduar këtë gjë? Çdo ditë po thuaj se shihni, ka diçka. Për të marrë një uri më të mëdha, automatikisht duhet të lëvizim prej këtu. Sa aq janë një uri të ne, aq janë mundësi që t'i ofron vendi janë. Nuk e di, me të vërtetë është diçka që nuk e çfarë të bësh. Aq është. Më thonë, aq është gota e mbushme, nuk mbushet më shumë, më thonë, s'mundish më shumë. Automatikisht e ke patjetër që të lëvizësh. Edhe unë kam menduar për shembull për dal, për studiu, pastaj kthehemi prap vendin tonë ta ecim përpara, po unë jam tu mundu dita e ditës. Çdo ditë mundona këtu të bëjmë një projekt, prezantojmë dikun i madh projektin se edhe ne mund t'i bëjna këto me disa dollar. E kam përmend se me disa dollar ne mund të bëjna diçka shumë gjigante. Për shembull ne kemi përmend edhe shkopin, me thonë që është për të verbërit. Sa mund kushtoj, atë kemi bërë për 5 dollar.
për $5, diçka tillë bësh edhe të prodhosh vendin tonë, më thonë, është diçka tepër cool, është diçka tepër mirë është, që janë në shërbim të njerëzve. Me pak shpenzime, mirë po të ketë, do kisha thënë, me as pak shpenzime në këtë rast, të bësh diçka që është në të mirë të vendit. E ke pasur fatin që të ndash këto ide me njerëzit tek ne, persona që mbase kanë më shumë kompetenca dhe mund të bëjnë ndryshime dhe si është perceptuar kjo gjë, se realisht duhet që të kesh përkrahje, nga që këto ide duhet edhe të vlerësohen. Mund të bashkëpunosh tek ne realisht me njerëzit për të realizuar diçka të tillë? Edhe me ardh rasti për të bashkëpunu, nuk e dia ka mundësi ose kushtet bëhen gjëra të tilla. Për atë unë përmenda parës, për shembull krahat e karikës që bën. Një projekt i tillë që është bëhet në fazën e masterit. Ne kemi në bachelor këto. Më thonë, diçka të bëhet, më thonë, janë bën 25, nuk janë 1, 2, 3. 25 janë prej tyre. Edhe më thonë, vetëm to që duken janë 25. Plus ta shkon e fundit që kemi bë diçka tjetër, kemi bë kamerën, për shembull, kemi bë kontrollin e gjithë repartit nëpërmjet një tableti. Thonë, këto edhe shiten, shumica ose një pjesë e madhe e projekteve që bëjnë edhe shiten. Po ne duhet ta demonstrojnë atë se ne mund bëjna edhe shumë më shumë dhe sa i blejnë ato me një çmim shumë të lartë. Unë pari të shoh që ti po e përkufizon i bëjnë, po flet në shumës. Kur unë e di që ti i ke bërë të gjitha këto gjërat me forcat e tua vetanake, më thuaj se ke me dikën që bashkëpunon apo përveç nxënësve të tu, vetë të gjitha i bën këto shpikje? Fatkeqësisht është që i bëj vetë. Tutën e pritet gjithçka të bëhet materiale. Bëhet diçka me njerë presëm ne ose do marrim pare prej kësaj. Unë nuk vrapoj mas parës. Unë e vrapoj pas asaj idealit, me thonë që të ndërtojna ose të bëjna diçka për vendin tonë. Se pare do vije, po jo tani. Duhet me punu, me thonë duhet punim. A shumica e trive për shembull që duan të punojnë automatikisht na duhen të holla, nuk ka kushte, edhe s'kan faj nga një anë, nuk mund t'i zëmë edhe faj, se ndoshta ato banojnë vetë, kanë shpenzimet e veta, do me thonë, është një mix, me thonë, sendesh që ndodhin këto të ne, edhe s'mundesh t'i dajsh, ose t'i thush kjo, sa jo, probleme. Dhe fundja është një industri fitimprurëse, do kisha thënë, dhe kështu si e tillë duhet pak sa të perceptohet edhe këtu tek ne. Ti unë e di që ke pasur fatin edhe të studiosh jashtë vendit, më thuaj se nëse të duhet që ta krahasosh me vlerën që i jepet atje profesionit dhe këtu tek ne, çfarë do kishe thënë? Ose me ndonjë vend tjetër? Industria jashtë është tepër e përparuar. Tash vendi ku kemi qenë në Turqinë e studime është prodhon makineritë e veta, prodhon tankat e veta, prodhon raketat e veta, tash më thon autopilot raketat që i ka. Unë e thash pse mos bëjmë vetë të ne. Ua kam ofru disave në thojzat e themi 1 ose 2 personave që janë kompetent, janë me një institucion, edhe s'kan desht, për shumë thamë, hajtë se do bëjmë helikopterin tonë. Kemi qytet me 2 universitete, kemi këtë, kemi atë, edhe vendi jonë se mos hese, për shumë edhe në kryeqytet. Se mos ndodhën si sende që ta bëjmë helikopterin tonë në prodhim. Po, qeshin. Ndoshta nga mos informimi i dur, po sa të duket ty që promovohet kjo si industri tek ne? Ka projekte, ka workshope, nga që kam përshtypjen që ndonjëherë është edhe ajo mungesa e informacionit që ndikon në vlerësimin e një profesioni. Sa të duket ty që punojmë në këtë drejtim, si shoqëri, vendia kolektive? Po, punojna pak, po ka diçka shqip si mekatronika, për shembull kartelën ne shkojna në fitness. Po, për ty mrejna duhet që kartelën më thonë të avëndojmë dhe vendin e saktumë dhe ajo të në apet dhe portën. Ajo është e mekatronikës. Për shembull, shkallët me rrymë elektrike, ajo është e mekatronikës. Më thonë, këto i kemi, në shumicë sendeve ne i kemi mrejna, lidhe e kamerave, edhe ato i kemi në si mekatronikë, mund të i bëjna. Një automatizim ose një makineri mekanike që ta kthejmë për shembull në automatizimat makineri, edhe atë mund ta bëjna, se ka disa prej fabrikave që i kemi ne, edhe ato mund t'i bëjna, vetëm duhet të jetë interesimi edhe ende më i madh prej trive, do të thonë prej neve, edhe si studentë, edhe për atë nuk duhet presën ne të fitojmë sende materiale, automatikisht me herën e parë, herën e dytë, kupton? Ne duhet punojna vazhdimisht derisa të arrijmë deri në një nivel që duhet. Dhe cili është perceptimi i studentëve të tu për këtë drejtim? Janë ata të kënaqur që kanë bërë një përzgjedhje të tillë, mendojnë që do të kenë sukses, apo të duhet ty që t'i motivosh? Tani kur të shohin ty si shembull, kam përshtypjen që ju jep pak shpresë, po në realitet sa është një gjë? Studentët që i kemi ne është diçka interesante, se edhe jashtë asaj për shembull ne kemi kontakt.
Takohemi në kafe, bisedojna, çfarë mund bëjna me këtë, çfarë mendon se mund bëjna me këto sende tjera, ne për shembull, çfarë mund të realizojna ne me këto sende tjera, jashta mësimit që e mbajmë ne, automatikisht intereson edhe jashta për takime, çfarë mund zhvillojna, po ato mund bëjnë shumë sende të mëdha. Me të vërtet janë student, wow, po duhet t'u jepet hapësirë dhe mënyra e financave për pajisjet që blehen. Se nuk mund punosh diçka nëse nuk ke pajisje, nëse nuk ke pjesë ku mund t'i marrish ose si mund t'i punosh ose një Teams. Dhe është e lehtë që të gjenden këto pajisje tek ne? Dhe financiarisht janë të kushtueshme? Financiarisht e rejet janë të kushtueshme, po çfarë bëjmë ne? Mund të shkojmë tek varrezat e makinave. Mund të marrim një pjesë atje, një pjesë tu, një pjesë atje, një pjesë tu, dhe më thonë t'i bashkojnë ato dhe ndërtojnë atë diçka. Pastaj nëse duhet prodhim, automatikisht ne duhet marrim pjesë të reja, ose nëse duam promovojmë diçka, këtë mund ta kemi si shembull, po se duam bëjmë diçka promovime, thonë, se i kemi bërë këtë, ne automatikisht duhet ta marrim një pjesë të re që duhet porositet, për shembull, shumica e kontrollerëve nuk ka këtu ne, për shembull, porositen prej internetit. Ose për shembull në internet ajo kushton ti themi $7-8, ndërsa këtu ta marrish kushton $25. Më thonë dallimi është i madh. Edhe humbje ka pastaj studenti, si student, e dim sa është buxheti i studentëve. Dhe ndonjëherë ndoshta kjo edhe i demotivon që të arrin deri tek një shpikje apo diçka. Për atë është me të vërtet e nevojshme që të bëhen sende të tilla, të bëhen laboratore, të bëhen punime, bëhen interesime të përgjithshme të njerëzve se çfarë është kjo. Duhet ta ecin vendin tonë përpara, po përderisa e duan vendin tonë, duhet ta bëjnë gjë të tilla. Unë s'kam ditë kod deri sot këtu, sepse e du vendin tim, edhe mundohem që të punoj. Nuk po them se edhe të tjerët nuk e duan. Edhe ato e duan, po aq mundësi kemi edhe ne. Dita e ditës nuk e dim edhe ne a do jesim këtu. Shkaku i mundësive, dhe më thonë rrugës, ndërprerjes rrugës, nuk e dim derisa do shkoje. Dhe ta duash vendin me punën që bën ti, është pastaj krejt diçka tjetër. Unë të shoh që e ke raditur bukur të gjitha shpikjet e tua, më thuaj në numër tani se vazhdimisht i shton deri ku ke arritur, ato që i ke plasuar dhe janë të njohura për njerëzit. Unë i shkruaj edhe pse nuk i mbaj mend. Janë 25 janë. Deri në tash kanë arrit 25. Po tjera që si kam shënu për shembull kohën e fundit çfarë kemi bë një kamerë. Kemi bë edhe një sistem reparti që mund të kontrollohet nëpërmjet tabletit, për shembull në shkollën fillore që e kemi bë, për shembull mund të ndezën dritat në gjithë repartin nëpërmjet tabletit. Pse për shembull rojtari ose ai që është kryesori i portës, shkojë çdo klasë të ndezë zenet, përderisa mund të ndezën me tablet, ose në zemrën e shkollës mund ta ndezën me tablet. Interesante janë këto sende. Ne punojmë edhe diçka tjetër. Punojna për një kamerë e cila detekton venat. Kjo është e bëme. Është e bëme. Po ta bëjmë me një çmim më të lirë ne, që unë mendoj kështu. Ne do t'i bëjna dhe t'i ndihmojna për shembull mjekësisë ne. I dërgojmë në repartet e spitalit. Mbajeni këtë, kjo ka shtu, për shembull neve mund na kushtojë $10 ose $15, automatikisht mbajeni se duhet për popullin tonë, se kemi nevojë atilla. Për shembull hemoterapi më duket se quhet ajo, kur marrin për shembull për gjakun diçka është, ato s'mund t'i gjejnë për shembull venat. Me të parën herë. Mendoj unë ashtu sa kam pa dhe sa kam lexuar, automatikisht duhet disa shpime derisa ta gjejë dhe më thon pjesën kryesore, ndërsa me kamerë e gjejmë më një herë se ku është. Më thon e detekton pjesën e saj. Edhe sëmundja e Parkinsonit. Edhe kjo është interesante se edhe kjo bëhet. Me thonë, ndalohet lëvizja e sëmundjes së Parkinsonit. Me thonë, prej një vibrimi të lartë, e ndalim një vibrim të ulët, automatikisht ndalet krejt. Me fushë magnetike. Si arrije deri te kjo gjë? Me fjalon më të thjeshtë, nga që e kam të vështirë që të kuptoj dhe kam përshtypjen që edhe shikuesit, si mund të arrijet kjo gjë nga që më bëri shumë përshtypje? Duhet punohet shumë gjatë për këtë punë. Bëhet një Teams njerë, edhe organizohet, duhet bëhet kjo pjesë, po kjo si mund bëhet edhe si shallë. Edhe si shallë automatikisht bëhet, e vendon si rreth qafës, automatikisht e lëshon valët e saj. Thonë me rezonancë sa duam ose si duam ne ta aktivizojna, edhe automatikisht e ndalon. Është edhe kjo diçka e bën me jashta, po nuk është për publikun. Shvizohet vetëm për repartet e mjekësisë ose nëpër spitale që i kanë. Vetëm ato për ato shvizohet. Dhe e mira e kësaj industrie është që mund t'i vinë në ndihmë të gjitha profesioneve, të gjitha fushave, mund t'u lehtësoj punën, si shte ti edhe në mjekësi. Thash, ne jemi për çdo fushë, për çdo lëmi. Në thonë, çdo kund i him si mekatronik. Vetëm a ke një uri. Mekatronika ne mësojna, pa automatikisht ne mësojna edhe shumë sende tjera. Ne duhet mësojna për mjekësinë,
para anatominë e njeriut, për shembull robotin duhet ta bëjmë ne, po duhet dim për shembull lëvizjet e muskujve të njeriut. Qëndrimi në këmbë se si është, lëvizja e krahut, lëvizja e kokës, më thonë, krejt to bëhen bashkë. Kur bëhet një miks i studentësh, mjekësisë, inxhinierisë, mekatronikës, makinerisë, krejt studentët i bashkojnë, më thonë do dalin çka wow, bum, më thonë duhet bëhet një grup i tillë studentësh. Dhe duhet po ashtu që të keni një uri të shtuara për anatominë, atë që po matoj ti që parë që u mëson edhe nxënësve. Më fol më shumë rreth kësaj. Ne kemi bërë për shembull, e kemi si plan ta bëjmë ta realizojmë në shkollë për lëvizjen e bretkosës së ngordhur. Bretkosën e ngordhur e kemi automatikisht me disa pinca, me disa tensione të ulta, do mundohemi për shembull t'ia lëvizim këmbët ose krahët, se dia ka krah, po diçka duhet kesa ajo, këmbët e di se i ka. Se unë më shumë jemi fokusuar te pjesa e poshtme e trupit të këmbët, se e kemi provuar një herë. Më thonë, na u desh diçka patjetër, më thonë diçka pak më gjigande, e cila është si bretkosë, se nuk shkojmë të marrim diçka shumë të madhe ose shumë të vogël, automatikisht duhet ta shfrytëzojmë atë bretkosa. Mund edhe të sende tjera, po neve e kemi vendosur bretkosa. Dhe dim që nxënësi gjërat praktike, gjërat kreative, gjërat që u zhvillojnë imagjinatën i duan shumë. Si perceptojnë këto gjëra të vegjëlit, më thuaj, si është të punosh me ata? E vlerësojnë më shumë këtë gjë? Kam përshtypjen që ndonjëherë ata edhe i vlerësojnë më shumë, janë më shumë në hapur me kohën se sa të rriturit. Unë mendoj se për moshën që e kanë, ato ende duhet të rindërtohet prapa i sistemi i mësimit që mbahet në atë arsim, se ato janë bërë update, automatikisht gjithë ditën ato janë me telefon dorë. Edhe mësojnë se ndetreja, shohën se ndetreja. Kur i tregosh diçka në teori, thot, kjo është kohës vjetër, thot tash jemi në diçka e ta tre. A kur ja tregoj për shembull punime me VR që punojna, me syzat, o thot, kjo që jenë ka mirë, më pëlqen kjo, dhe e mbajmë këtë lëndë, dhe zhvillojnë ende më shumë këtë lëndë, kështu i kanë. Unë që parë po ashtu po të thoja që me syzet VR kam pasur një eksperiencë jo aq të këndshme, nga që gjërat të duken pak si shumë të realta që ti besosh, po nga nxënësit si perceptohet kjo? Kënaqësi e madhe është edhe për ato. Në vërtet ne punojna me VR ne shohim se si punojmë për shembull në operacione. Ne kemi përmend diçka tek operacionet me fëmijët. Pinca që shfrytëzohen për operacionet prej 3 prerje, sipas mjekëve që i kanë ndjek ligjëratat në universitetin tonë, prej 3 prerje kanë arrit 1 prerje. Automatikisht pinca që i përdorin brenda, futin diçka për shembull janë metal. Metalin hekur e tërhek. Automatikisht ato për të bërë operacionin një organ i brenda duhet ta largojnë një organ tjetër që është mbi atë. E vendojnë pincën për shembull prej lart me magnete të hekin këtë organ, i largojnë dhe punojnë lirshëm tek ai organ. Kto se ndej mësojnë anë me fëmijët. Thonë pastaj ka një fluid, ka një material i cili detekton deri se ku ka arrit një smundje. Më duket se ishte si smundja e kancerit, do të thonë deri në cilën fazë ose deri në cilën organ ka arrit. Thonë deri aty shkon, do të thonë ai fluidi edhe prej deri aty, do të thonë tumori, kanceri këto. Mua tani tek ti po bisedoj me lindje dhe një pyetje se patjetër e kam të pyes nga që ti punon me të dy gjinit, me vajzat dhe me djemt. Sa është interesimi i vajzave krahasuar me djemt, nga që nuk i shohim ato që të studiojnë, të ndjekin një fushë të tillë, mirë po kur janë të vogla, do kisha thënë, sa kanë interesim për këtë si fushë? Janë në një mënyrë të barabartë me djemt apo mbase djemt janë më të involvuar? Djemt janë më të përfshirë në pjesën e kësaj, ndërsa vajza për shembull kur përmendim për shembull punën e bretkosës, se ne prekim, në më mirë të shohim brenda banash. Janë më skeptike. A pjesën fizike, mekanike që mund preken se në tjera e kanë, më thonë, e punojnë se automatikisht morat mësojnë ato për jetën e përditshme, si çfarë i rrethon, për materialet elektroizoluese, për shenja tensionit lart, për shembull, e shedukundi se është boksi i tensionit lart dhe thotë shenjën e njoft, thot, nuk e preki se ka tension të lartë, mzëryma elektrike. Automatikisht e njeh shenjën. Këto sende ne i mësojna. Për shembull, nuk mund të paramendohet një aparat pa materiale elektroizoluese. Ato e din këtë send. Mësojnë për elektromagnete, se si funksionojnë për thermiat. Mësojnë shumë sende tjera brenda, për shembull mësojnë edhe për shkencëtarët e kohës më përpashme, shkencëtarët më thonë që janë tash të universiteteve të huaja. Ka shumë sende mësojnë fëmijët që më thonë që s'mund t'i përmbledhen brenda një kohë të shkurtër. Më thonë tepër sende mësojnë brenda. Edhe shpresoj që në të ardhmen do mësojnë edhe më shumë pjesës kësaj.
Dhe sa realisht është në përputhshmëri kurikulumi i shkollës me nevojat e kohës moderne, apo do duhet ty që të modifikosh këtë gjë dhe të jesh në hap me kohën, në gjëra më praktike? Më duhet të modifikoj, automatikisht. Thashun e sa ato janë fëmijë, po se janë fëmijë, po pjekuria atyre për teknologjinë është më e lartë se sa atë që duhet ta mësojnë ato, më thënë nivel. E mësojnë ato, okay, është e kapshme, po duhen ende më shumë, duhet ta shohin ato, duhet ta lëvizin vet, duhet ta prekin, më thënë, shumë sende, më thënë, duhet të menaxhon ose të ekuilibrohen me disa pjesë tjera që të vijë deri me një nivel të caktuar që ata thotë, okay, sot kam mësuar diçka tre. Unë patjetër do ta prek edhe atë shpikjen, do kisha thënë shpikjen tënde të parë në mos gabojmë, ndezja e makinës me smartphone. Si të lindi kjo, si të lindi si ide? E kemi pasur si plan, edhe gjatë studimeve në Turqi, atë e reprovum, unë kam pasur shumë probleme me laptopin. Nuk u instaloj ke programi, pastaj e provova te një koleg, ai u rregullu pastaj programi, mundshëm ta punosh te laptopi i tij, unë nuk punoj ke, nuk e di pse, po porti ishte pjesa kryesore, më thonë që kishte një driver që u deshte instalohet, unë nuk e disha. Edhe pastaj me kalimin e kohës tu interesu pse nuk instalohet, edhe e gjeta ku është defekti. Atje filloi gjithçka, kur them gjithçka, projektin e kishim ne këtu ta bëjna. Po atje kishim edhe pak më shumë kohë të lirë. Edhe fillum, ndërtuam atë, tham ku do e provojna, s'kemi ku. Edhe kemi prit derisa të mbarun studimet u kthim tu, pastaj e provum se funksionon diçka e tillë. Pastaj kemi paraqit në publik ose open day në universitet dhe një interesu shumë njerëz pjesës kësaj. Atë ditë ndoshta kanë marrë në vesh shumë studentë ose shumë të huaj që çfarë është megatronika, se nuk ishte njerëz që janë tetovës, në thonë vendit ka shumë studentë tjerë që kanë ardhur dhe ishin të interesuar pjesës saj. Edhe informatika po të njëjtat sende ka, ndërsa megatronika është baza e kësaj robotikës. Dhe puna praktike është promovimi më i mirë, kjo që neve na mungon dhe që shumë pak njerëz realisht si ti e ndjekin këtë gjë. Unë thash edhe diçka, se harova ta përmendi pak parës. Ne me fëmijët mundohemi të bëjmë edhe diçka këpucë inteligjente, mos i themi për shembull me vibrime se është një high nivel që do të punohet në universitet me studentat. Kjo po ne do i bëjna, do marrim disa senzora distancës, cilët do i montojnë në pjesën e poshtme të patikave ose çfarë do veshin, edhe automatikisht do të verbër që ecin do detektojnë se ka ndonjë objekt apo diçka përpara automatikisht nëpërmjet gjurmës ose vibrimit të këmbës. Ka edhe një sistem tjetër që mund bëhet me këto po një sistem, po kjo punon me GPS, duhet lidhet me shumë sende tjera brenda, që thotë, për shembull japim location, hey Siri, do të thonë na dërgon këtë vend, automatikisht ajo fillon hezësh ndjathët, të kenë djathas, kur thotë të kenë djatha nuk flet. Do thonë automatikisht bie vibrimi nga ana e djathtë e këmbës, edhe kthen nga ana tjetër. Ka shumë sende, për shembull ne mësojmë edhe përfitimin e rrymës elektrike me fëmijët. Se si përfitojnë rrymë elektrike, si mund të përfitojmë në shumë rrymë elektrike që mund të furnizojmë shkollën, mund të furnizojmë qytetin. Shumë sende mësojnë, më thonë, prej tash fëmijët mësojnë këtë pjesën e kësaj që kur të shkojnë në shkollë të mesme ta dinë se ata regjistrojnë për inxhinieri, ata regjistrojnë në një shkollë tjetër. Sipas mendimit tim, edhe shkolla tjera të mesme mendoj se duhet kesën nga një lëndë tillë për nxënësit. Ti po informon në mënyrën e dur dhe unë mezi po pres që ta shoh këtë gjenerat nga që kam përshtypje që këta do të ndjekin ëndrrën e njëjtë si mësimdhënës si me këto metoda kaq inovative dhe kreative kam përshtypje që do të zhvillojnë një pasion dhe një dëshirë për t'u thelluar akoma më shumë. Mbase ju ka munguar kjo gjë dhe prandaj nuk kemi edhe aq shumë nxënës që realisht drejtohen drejt kësaj industrie. Kur flasim me fëmijët ne themi diçka. A mund ta bëjnë për shembull ta ecin veturën nëpërmjet dorës ose manuvrimeve, gestikulacioneve, pse jo? Një gjë e tillë e kam bërë, për shembull duket ajo se për shembull vetura mund ta ecin nëpërmjet dorës. Kur i tregojmë, wow, thotë diçka e mirë. Çfarë mësojmë më kryesore? Për shembull ne mësojmë se mund të bëjmë robota të cilën mund të dërgohen me një pjesë kur ka zjarr. Sa të humbasën jetën e njerëzve, do humbasën një makineri të metalit, edhe asgjë më shumë. Do i dërgojmë robotat, do e ndale zjarrin atje, sa të rrezikojmë jetën e njerëzve, do i dërgojmë robotin, automatikisht do të thonë, është shërbimi i njerëzve kjo, apo? Është shërbimi i njerëzve. Dhe mua ndër të gjitha shpikjet e tua, njëra më ka lënë pak më shumë vresa, shkopi me senzor për të verbër. Si të lindi edhe kjo si ide? Ne dim si janë kushtet tek ne për të verbërit ose nevojat atyre çfarë kanë. Automatikisht thash pse mos e provojmë diçka të tillë, pash një emision të tillë, thash ndoshta mund bëjmë diçka. Edhe më lindi ideja si mund ta gjejmë shkopin
Ta shumë, ajo është bë me $5. Më thënë, me një çmim tepër të ulët, pak logjik, pak materiale fizike që dhe i përdorim, edhe aq, baron e. Nëse do të duaj të cilësoje krijimin tënd më të suksesshëm dhe ai që të ka bërë të ndihesh më krenar, diçka që të ka marrë shumë kohë, shumë përkushtim, do e kishe veçuar ndonjë apo të gjitha i ke trajtuar me pasionin e njëjtë? Më shumë e kisha dashur kjo që është më shumë shërbim të njerëzve, fiks një njeri, për shembull për të verberit, shkopi që është bë, por edhe tjerë nuk mund t'i daj se janë po të njëjtat. Më thon prej krejt vetëm, më thon krejt to më kam marrë kohë. Marrin kohë për punime, kohë shumë kohë të marrin to. Po prapë më thash do të përmendim se nuk është një, është bën 25, mos i përmendim tash që kemi bë për shembull shkollë, kemi bën një kamerë me fëmijët. Repartin që ta kontrollojmë nëpërmjet tabletit, ne e tham se kemi bën një robot me fëmijë të klasëve të ulta. Sy robot. Koka e tij rrotullohet gjathas majtës nëpërmjet senzorit të balancit që e ka kontrolleri i vogël. Ato vetë e programojnë, ato vetë i lidhin, se ato mësojnë tash qarqet, mësojnë përçuesit, mësojnë izolatorët për përçuesit. është wonderful, është tepër mirë me ato. Mrekulli. Po, cila është shpika jote e radhës tani me që edhe po afrohemi tek minutat e fundit, do ta zbulosh diçka, ke diçka në plan? Apo i le gjërat që të rrjedhin spontanisht? Mendoj se është më e mirë t'i lëm të rrjedhin spontanisht, se nuk i dihet. Për shembull, unë e fillova me punën e kamerës, po tash nuk e dim se ndoshta brenda asaj del diçka tjetër që mund bëhet më shpejt, se e kemi atë pjesën e asaj dhe mund ta bëjmë më shpejt se kjo, këtë mund ta shtim, po mvaret prej kohës krejt. Poenta është të ndalojmë nga e keqja dhe të urdhërojmë për të mirë. Fëmijët neve u thojmë, e i bëjeni këtë se kjo është më e mira për shoqërinë. Ndalojeni këtë se nuk është e mirë për shoqërinë, bën dëm shoqërisë kjo. Dhe krejt për fund, cila do kishte qenë këshilla yte për të gjithë të rinj që po na ndjekin në këtë moment? Unë e them kështu. Mësoni posaçërisht për atë lëmi që e keni, që e studioni, por automatikisht mësoni edhe për lëmi tjera. Edhe për lëmi tjera, por mësoni për atë, më shumë mësoni për atë që jeni drejtu për atë. Je drejtu për mjekësi, mëso vetëm për mjekësia më shumë sa, po nga ana tjetër mëso edhe inxhinieri, mëso edhe gjuhë të huaja, më thon krejt to vendojnë shërbim të asaj që do e shfrytëzosh nesër. Dhe ti e the që profesioni juaj është një ndërthurje të gjitha profesioneve tjera, kështu që patjetër që ta praktikojnë këtë gjë. Ishte me të vërtetë kënaqësi, të faleminderit që ndave kohën. Faleminderit shumë edhe juaj. Miqtë dashur, tani do t'ju lënë në shoqëri të disa videove që kemi përzgjedhur bashkarisht, nga që gjërat janë më të mira kur shihen në praktik, dhe rikthehemi sërish në studion e pasdites. Exato.
Mm-hmm.